çka do të thonë ajo fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i cili i ik namazi i kindis është sikur se ka met pa pasuni edhe pa familje. Realisht ky hadith nuk flet për obligueshmërinë e namazit, edhe nuk flet për braktisjen e namazit, po flet për vonimin e namazit apo flet për mos pjesëmarrjen e muslimanit në namaz me xhamat. Thonë ata që kanë kompetencë me i spjegu fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thotë sikur se me pas mbet pa pasuni edhe pa evlad, qysh njihet njeri keq edhe i mërziton me bo me i ndodh diçka që ja shkatron pasunin edhe ja hub familjen, do thonë ndihet shumë keq edhe ndihet shumë i pikëllum, thotë që ashtu do të me i met marak personit i cilin nuk e fal namazin e ikindis, me xhamat ose në xhami ose me kohë, është fjala për kohën e zgjedhën, për kohën më të mirë.